Asgjë të re nga ato që e keni ndëgju, ishte transparencë e plot, do më thonë, përkundër atyne që janë çështje diskutime të mbrëmshme që ju takojnë partive politike, po qëllimi mbetet i njëjtë, arsyeja është njëjtë, evitimi i shkurës në zgjedhje të jashtëzakonshme nuk e konvenon qytetarit të Republikës së Kosovës dhe barra e përgjegjësisë mbi Albin Kurtin si shumicë parlamentare për krijimin e institucioneve të reja. A pritet të kenë ndonjë takim gjatë ditës së sotme? Nuk besoj, sepse nesër është thirrë seanca, dita sotme vetëm kalojnë, nuk jemi në urgjenca, po jemi në limit të afateve kushtetuese që nesër duhet të konstituohet Kuvendi i ri i Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht rrjedhin edhe afatet kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë dhe të presidentit të vendit. A i tregun detale nga takimi që e kanë bërë dje, pra çka dorsi LDK nga lëvizja vetëvendosje? Po tash qëndrimet e LDK-s janë publike. Ndarja pushtetit duhet jetë e balancuar nëse dëshirohet që të ketë partneritet funksional në interes të Republikës së Kosovës. Nëse ka qëllime personale dhe ambicie personale, mbajtje se pozita shtetërore duke shërbyer një partije politike, atëherë Lija Demokratike e Kosovës nuk shën ndonjë mundësi tjetër që të kontribojë përpas votës demokratike që e ka në Kuvendin e Kosovës. A mjafton pozita e parlamentarit për LDK apo duhet bëhet e presidentit? Dëgjoni tash kjo tema që është hudhur nga lëvizja vetëvendosje në emër të pozitave, pozitat janë kredibile ato që sigurojnë partneritet. Kryetari i Kuvendit i takon shumicës kuvendore, edhe me kushtetues, po edhe si përfaqësim parlamentar. Ndërsa pjesët tjera që lidhen me ekzekutivin edhe me sigurinë e kontrollit mbi pushtetit, siç është roli i presidentit, është mbi nivelin partijak të përfaqësimit që i takon një subjekti politik pozita e kryetarit të parlamentit. Faleminderit shumë.